ose nuk e di se si mund ta quaj tani se tu tani jemi në diktaturë, kupton edhe. Okej. Do mundohemi të kemi në ato vitet më përpara, të quajmë kryetari i komitetit, kryetari i kooperativës, aty janë ata të gjithë. E kupton? Problemi është se nuk interesohen që të vinë edhe bëjnë punën e duhur. Bëjnë atë që duhet bëjnë. Po, këto produkte janë që tregtohen për farmaci bujësore, besoj. Këto produkte, Savio, dhe njërë ndjesë se ta nga trova e më një shparë. Po s'ka problemën, po s'në dhe e kaluam. Këto produkte importohen nga persona të caktuar. Ose prodhohen këtu. Madje, disa produkte, konkretisht një produkt që është nga një kompani shumë e rëndësishme europiane, me vend origjinë në Gjermani, diskutohet që po mbushet, po prodhohet dhe po ambalazhohet këtu. Ai produkt është unik si produkt. Ai prodhohet dhe ka siglën dhe origjinën e tij. Ai produkt në të gjithë vendet e rajonit dhe të Ballkanit, kushdo fermer që e përdor ka gjetur zgjidhje. Ndërsa këtu, ne që e përdorim, unë konkretisht që kam vite që e përdor, nuk shoh më që ai të bëj punën që ka pas bërë më përpara. Këto produkte dhe njerë importohen nga persona të caktuar. Po. Importohen liqëm, importohen pa liqëm, kjo nuk është pjesa ime. Unë kërkoj që çdo produkt si fermer që unë blej për të trajtuar bimët që unë kultivoj, dua ta di dhe dua të kem garanci. Ne kemi dhe plera kristalor që përdoren nëpërmjet spërkative, që janë plera azotik, janë me përbërje të ndryshme. I përdorim kur bëjmë spërkatjen, i hedhim dhe ple, sepse bimët pas trajtimit me herbicide dhe me pesticide kalojnë një farë stresi. Dhe ne mundohemi që të rrisim koston ton për ta ndihmuar bimën që ta kaloj sa më shpejt atë procedurë stresi. Pra me pak fjalë, gjithë ata që importojnë e shesin produktin e tyre me 1000 fjalë të bukura. Merre se do të bëj punë, do të kryej hall, do të kryej problem. Problemi është që çmimi i tyre është trefishuar, ne e blem me para kesh në dorë dhe nuk kemi rezultatin e duhur. Dhe zgjidhja s'ka për pjesën. Po, Franci, lutem, sa i takon këto kastavecit e shalqiri, aty nuk po flas fare pasaj sepse unë para se të vi 20 korriku kur dali shalqiri i fushës, unë nuk fus shalqin gojë se kam frikë. Sinqerisht do. Ja, këtë duhet pyesja në fakt, sa i takon sigurisë shëndetit konsumatorit për te dëmeve për fermerin në prodhim. Cilat janë? Alo, gjërat janë të lidhura. Nëse unë të bimën e jonxhës nuk e trajtoj siç duhet, ato lopët që bëjnë qumësh atje që do ta ham unë edhe ti atje në laprak, nuk do kenë më safinë e duhur ose nuk do kenë cilësinë e duhur për të prodhuar qumshin e duhur. Njëkohësisht ai mishi që do prodhojnë nuk është i duhuri. Por dhe domatja, dhe shalqiri, dhe pjeshka, dhe mandarina, dhe të gjitha gjërat që janë agrumet dhe që janë bimet frutore, kanë nevojë për plera dhe për herbicide cilësore dhe për trajtime në masën e duhur. Nuk duhet kalohet masa e përdorimit në sipërfaqet e kultivuara me fruta ose me perime. Sepse kjo është shumë e dëmshme për fëmijët, është shumë e dëmshme për njerëzit që e konsumojnë. Okej, ne që jemi pak më